Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje dashur shikues të televizionit Arbëria dhe po shihemi edhe sot në një tjetër epizod të emisionit në detaje. Sot do të diskutojmë një prej temave më të rëndësishme, kisha me thujt, me të cilat në farë forme po përballet i gjithë njerëzimi, pra do të flasim për inteligjencën artificiale. Sa po ndikon inteligjenca artificiale në ndërveprimet shoqërore, në jetën politike dhe jo vetëm. Duke qenë se moderniteti pra ka sjell disa ndryshime në çto strukturat tradicionale, normalisht kjo dhe falë inteligjencës artificiale, po për me analizu pra gjitha këto në studio kam kënaqësinë që sot ta kem të ftuar një koleg timin, filozofin Afrim Kasolli. Mirë se erdhe zotri Kasolli dhe faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe për ju shidun që po takohemi për një temë paksa më të veçantë kështu në raport me se kohën e fundit kemi qenë të ngarkuar temase me zhvillimet ditore politike dhe në një farë mënyrë thjesht jemi duke neglizhuar njërin prej makro temave kryesore globale e cila do të jetë determinuese për të ardhmen e njerëzimit, për raportet ndërnjerëzore, siç e thatë edhe vetë ju, dhe në shumë shka tjetër për shoqëritë njerëzore gjatë dekadave e viteve në vijim. Po, se përkufizoni ju si filozof inteligjencën artificiale? Po, tash për këtë temë do thotë neve du t'i shfryzojmë pak a shumë për kufizimet tradicionale filozofike, do thotë unë po flas vetëm në aspektin filozofik, jo për çështjen e brendshme operacionale e funksionimit të këtij segmenti të rëndësishëm, për shkak se kjo është temë e ekspertëve që mirën me këtë punë, atyre që krijojnë këtë sferë të jashtëzakonshme të zhvillimit të hovit teknologjik. Kryesisht kjo definohet në terma teknologjik, një farë mënyrë, mirë po, siç e kanë vënë pa shumë studios, siç e kanë vënë pa shumë analist, kjo dallon nga mënyra tradicionale se si njeriu e ka ndërtuar e ka konceptuar raportin me teknologjinë. Do të thotë tradicionalisht teknologjia është përdorur si mjet në duart të njeriu, një instrument i cili ka shërbyer për t'i plotësuar nevojat e njeriut për ta transformuar natyrën e vetveten, ndërkohë me zhvillimin enorm të kësaj sfere që ne siç duket jemi ende në fazën fillestare, sepse ka shqetësime, ka dilema të mëdha, domethënë mbi kapacitetet e saj, ka diskutime se deri ku duhet lejohet zhvillimi i saj. Kjo në mas të madhe, siç e ka thënë atëherë edhe po e huazoj mendimin për kufizimin e historianit të njohur hebraik, do të thotë që është marrë ka dhe një libër, është marrë kohë gjatë me të. Kjo tash është një, bile i thot më shumë se artificial intelligence, mund të themi një alien intelligence, është diçka e huaj tashmë, nuk është më mjet në dorën e njeriut, por po shndrohet në agjend veprues që hap dilemat mëdha, do të jetë në gjendje njeriu që ta kontrollojë atë që e ka shpikur vet. Kjo dilemë, ky shqetësim ka dominuar tradicionalisht në historinë e civilizimit, e këtij civilizimit perëndimor, a mundet njeriu që të krijojë asnjë lloj forma të pushtetit, sepse kjo është edhe një farë forme e pushtetit, një farë mënyre derisa ndikon në jetrat tona, në vendimarrjen tonë, në shijet tona, në gjithçka tjetër që të mos i specifikojmë një nga një. Do të a mundet tash njeriu që ta kontrollojë këtë prodhim të tij. Dhe kjo është një temë, siç thash, që tradicionalisht ka shqetësuar mendimin filozofik e kritik, që deri ku duhet të shkojnë kufit e kapaciteteve të këtij segmenti, në mënyrë që njeriu të mos shndrohet në rob të krijimeve të veta. Pra pak a shumë kjo është inteligjenca artificiale e cila dallon nga modeli tradicional i teknologjik, sepse njeriu prej kohërave që s'mbahen mend ka shpikur mjete teknike në funksion të siç thash të qëllimit, realizimeve
njerëzore, do thotë të transformimit, të dominimit të natyrës e të vetvetes, tashmë kemi të bëjmë me një segment i cili ka frikë që ka dalë jashtë kontrollit të tij. Po e zom gjitha shpikjet kryesore, edhe bombën atomike nëse e marrim që mirret në analiza, edhe çdo gjë tjetër, do thotë, ato nuk veprojnë vetvetiu, ato nuk funksionojnë, nuk vet aktivizohen vetvetiu, ndërkohë dallimi me inteligjencën artificiale është se kjo tashmë ka kapacitetet vet vepruese e që kanë ngjallur ankth të shumë njerëz të cilët mirën me pasojat dhe me ndikimet që mund të ketë ky segment në jetën shoqërore. Po, me qenë se përmende që të vendimarrjen e individit edhe kontrollin, sa mundet me ndikun që racionalitetin, ndoshta me thujt individual, po edhe shoqëror. Ta zëm kontekstin e shoqërisë kosovare. Sa kemi qenë të gatshëm ne për... Po, nuk di edhe jemi të përgatitur, na dhe jemi duke i neglizhu këtë tema, sepse siç po e kemi bë krye temë ditore politike, do thotë apo zhbllokohet apo nuk po zhbllokohet kuvendi i Kosovës. Tash kjo është në veritë është tetë trishtuese, kur një shoqënie tonë kolektivisht mbetet pengë një teme thjesht periferike politike, ndërkohë në nivel global se çka po zhvillohet pikërisht nga shtysat që kanë të bëjnë edhe me inteligjencën artificiale, sepse ai që e kontrollon inteligjencën artificiale në një farë mënyrë, ai që i kontrollon se ajo mënyra që funksionon inteligjenca artificiale funksionon me dhëna. Do të ne edhe kur postojmë në rrjetet sociale ose çdo gjë, ne kontribuojmë fuqizimit të saj, madje siç thot një teoricien, ne në mënyrë të vazhdueshme kur jemi në rrjetet sociale shndrohemi në punëtor pa pagesë të këtyre kompanive që e mirëmbajnë inteligjencën. Tash ai i cili i kontrollon këto dhëna, të cilat janë ato qendra që i kontrollojnë këto dhëna, në një mënyrë sigurojnë edhe një lloj pushteti. Dhe sa janë tash njerëzit mos të madhe, sa mund të jenë shoqëri demokratike, shtrohet pyetje, sa mund të jenë njerëzit të lirë, kur të dhënat e përgjithshme kontrollohen vetëm nga segmente të caktuara dhe nga qendrat e veçanta të pushtetit. Jo në kuptimin politik të fjalës pushtetit ekzekutivi, legislativi, por të kompanive të caktuara. Po sot Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rivalet kryesor sa i përket këtij drejtimi, ata janë një konkurrencë të hatashme, se cila po e tekalojnë njëra tjetrën në zotrimin e dhënave, sepse kush i zotron këto dhëna në një farë mënyre e zotron edhe mënyrën se si do të determinoj proceset planetare. Çfarë është ndikimi i tyre, kushdo që e ka parë edhe një film, tash po foli edhe për jetët sociale dhe Civil War, ne kemi pa qysh edhe disponimin e Britanisë të Madhe për Brexitin mas madhe është kurzu nga përpolimi i dhënave të pjesëmarrësve në Facebook nëpërmjet Cambridge Analytica e tjerë. Kemi të bëjmë qysh janë instancat që po i determinojnë e po i kurzojnë shije dhe vendimarrjen tonë politike. Tash sa jemi të lirë, shtrohet pyetja, mund dalim prej këtij rrethi vicioz. Unë do të rikthej atë një pyetje antike, kështu do thotë është një teoricien, Leo Strausi, i cili kur flet për arsyet pse filozofët antik kanë qenë kundër demokracisë, thotë jo pse ata kishin antipati në vetveten ndaj këtij regjimi politik, por ata e dinin një gjë, që demokracia nuk mund të mirëmbohet mirëfilli, do thotë nuk mund bëhet mirëfilli pa dy elemente. E para, pa edukimin e përgjithshëm të shoqërisë, e që në kushtet e atëhershme socioekonomike kjo ka qenë e pamundur, dhe e dyta pa zhvillimin teknologjik. Mirë po, ka ekzistuar frika nëse zhvillimi teknologjik merr për masa të hofshme të hatashme, mund t'ju rikthehet në bumerang. Do të nesër thuajse përballemi me të njëjtën pyetje politike edhe në kushtet e sotme, sa mund të konsiderohet një shoqëri demokratike kur vendimarrja shoqërore nuk buron prej nivelit horizontal të shoqërisë, por kurzohet në mas të madhe nga përpunimet e këtyre segmenteve të caktuara, të instancave të caktuara të pushtetit teknokratik. Po, çush është që të inteligjencën artificiale në raport me liderët politik? Për shembull në krijimin e një opinioni publik. Po ndërsa kjo është pyetja kryesore se ajo si mund përdoret kjo, do thotë. Unë nuk jam i thtarë asaj që ne mund ta ndalim në mënyrë kategorike këtë, do thotë. Kjo tashmë
ka marrë jetë, kjo zhvillohet, por ideja është se si ta ndërtojmë një distancë kritike, se si ta ndërtojmë një raport që të mos shndrohemi ne tash në instrumente totale të funksionimit të saj. Dhe thelbi është që ajo që ne e marrim sa është reale. Do thelbi i kësaj që ne e marrim nëpërmjet inteligjencës artificiale, nëpërmjet përgjithësisë të rrjeteve sociale, sa e pasqyron realitetin apo është vetëm një projekcion virtual i realitetit që ne i nënshtrohemi asaj. Këtu tash nuk ekziston një prerje e qartë, këtu nuk ekziston një vijë e qartë, nuk ekziston ende, nuk është arritur të ndërtohet një masë kritike për ta bërë këtë dallim. Në fundit tash apo shkojmë ne drejt atij modeli ku inteligjenca artificiale vendos dhe mendon për ne. Ajo vendos për ne, mendon për ne, na kurzon shijet tona dhe kjo na rikthen neve te një pyetje themelore, filozofike, kur Kanti në eseun e tij Ç'është iluminizmi kishte shkruar se iluminizmi është dalje e njeriut nga gjendja e foshnjërisë, do të dhe papjekurisë, e jo maturitetit dhe inspirim e instruktim se si të mendoj me kokën e vet. Këtu është tensioni kryesor, kjo është dilema kryesore, apo e dorëzojmë ne edhe mendimin ndaj inteligjencës artificiale. A është ajo që vendos sot për ne? Mos harroni, kemi të bëjmë me një zhvillim i cili sot është në gjendje të shkruajë edhe rrëfime, kemi me një e cila është në gjendje të shkruajë edhe ese, është në gjendje me Bill Gatesi me sapo ashtu unë dha një paralajmërim që vetëm 2-3 profesione do thotë aktualisht nuk janë të rrezikuara nga inteligjenca artificiale. Pra ekziston potenciali që ta krijojmë një strukturë jashtë menaxhimit ton, e cila mund të vendosë thuajse gjithçka për ne. Dhe që ja dorëzojmë edhe mendimin, ja dorëzojmë edhe rrëfimin, rrëfimi është njëri prej instrumenteve kryesore me cilën dallohet kultura njerëzore, domethënë prej antikës, prej kur fillon ky civilizim fillon me kulturën e rrëfimit, me Homerin, me Iliadën dhe me Odiseun, domethënë qysh në thelb të kësaj trashëgimie është inspirimi për rrëfim, dhe tash kemi ardhur në një situatë ku e kemi ndërtuar një aparat teknokratik e teknologjik i cili është në gjendje që ti realizoj këto tipare, këto cilësi, do thotë që kanë qenë ekskluzivisht të natyrës njerëzore. Dhe është më tash natyra njerëzore ajo e cila ka qenë nëse i krijohet një agent tjetër alternativ që mund t'i kryejë të detyrat, punë dhe funksione që tradicionalisht kanë qenë për njeriu. Thuhet sot mund projektohet edhe një punën e gazetarës se çka do tjetër mund ta kryejë, do të thotë në mënyrë robotike, punë industriale, të gjitha këto të mos i përmendim, domethënë kjo është dilema kryesore se apo ja dorëzojmë ne ato cilësitë të cilat kanë qenë tradicionale ekskluzivisht që e kanë formsuar natyrën njerëzore në një krijim i cili po ashtu e ka bazën që është shpikje e njeriut. Kam parë që në vende të ndryshme, do thotë perëndimore, kanë filluar të alarmohen për këtë të ndërmarrin masa, të krijojnë akte legjislative e juridike që të paktën për një kohë gjatë të mohet nën kontroll ky zhvillim dhe potencial i jashtëzakonshëm i këtij segmenti nga Afrika për pasojat që mund të krijojë për shoqëritë njerëzore, sepse atëherë ne do të jemi, mos harro, mund të jemi në një situatë ku çfarë kuptimi kanë edhe nocionet sovranitete, demokracie e tjera nëse një kompani në Los Angeles ose një në Kinë, 2 kompani kryesore, thuajse i akumulojnë e i posedojnë dhënat për këtë pjesën tjetër të njerëzimit. Në këtë dimension thuajse ata dinë gjithçka për ne, ata kanë informata për shumicën e njerëzimit dhe kanë dorë armën kryesore, po e quaj kushtimisht kështu, armën kryesore politike me cilën mund të destabilizohen apo të determinohen procese në pjesë tjera, jo vetëm në pjesë tjera të globit, por edhe në vendin ku jetojmë. Kështu që çfarë mekanizma, pyetja kryesore filozofike sot që ndërtohet, ajo që e para që thash është në aspektin filozofik e Kantit, që qysh ne duhet ta ruajmë këtë trashëgimi që askush mos mendoj për ne, do thotë ne do ta ruajmë këtë trashëgimi, do thotë që mos ja dorëzojmë autoritetin e të menduarit asnjë instancë tjetër, sepse kjo vetëm na shpëton nga një rrezik i atashëm i kombinimit të autoritarizmit e të varianteve të ndryshme ekstreme politike me inteligjencën artificiale, sepse kjo nuk është neutrale në aspektin politik, mund të përdoret politikisht për lloj qëllime, siç e thotë një mendimtar, çka nëse në një regjim autokratik mund vendosen senzor biometrik tek njerëzit për të parë
se sa janë të kënaqur intimisht me fjalimet e liderit e me diçka tjetër, gjë që dallon nga forma tradicionale të spionazhit, sepse nëse në të kaluarën është dashur për shembull të ndërtuar shërbime informative tjera të përcillet dikush të vitë të shtëpia ta vendos senzorin, tashmë ekziston mundësia që edhe intimiteti yt të ingjizohet, të kontrollohet nga qendrat e caktuara politike. Kështu që kjo është njëra prej rreziqeve më të mëdha me të cilët po përballet njerëzia, me cilin po përballet njerëzimi nga ky zhvillim, të cilin prap unë po tham, mos krijoj pikpamje pesimiste se duhet ta ndalojmë, por ideja është vetëm si ta menaxhojmë, ta kufizojmë dhe të mësojmë të bashkëjetojmë me të pa e dorëzuar një aftësinë tonë që është trashëgimia iluministe filozofike për mendim, për të formsuar si personalitete njerëzore dhe tjetra për veprim politik autonom. Po, me qenë se nuk është shumë larg që e kemi pas fushatën zgjedhore, çush e ke pa që përdorimin ndoshta me quajt inteligjencës artificiale prej partive politike për gjatë fushatës, sepse ka pas shumë zëra që projekte kam parë, po do të sidomos është dallu mos më të madhe me pa dashur tash bëj se kjo është një temë tjetër, nuk është temë politikës ditore, pa dashur të bëj kështu kritika më tepër ndaj një subjekti politik se sa subjekti tjetër. Ajo që kam parë më shumë dhe që e ka pranuar është kryesisht lidhja demokratike e Kosovës, kryesisht është dallu me ekspozimin e projekteve të saj futuristike nëpërmjet gjenerimit të inteligjencës artificiale. Do kjo paraqet një shqetësim sepse është një përpjekje për të joshur njerëzit me një projekt i cili mund të jetë jo ose atraktiv për syrin, po që nuk do thotë që e pasqyron realitetin. Pra është krijimi i një realiteti, është krijimi i një realiteti virtuale që nuk përputhet me gjendjen reale në shoqëri. Pra është investim që të joshen elektoralisht njerëzit nëpërmjet instrumenteve të saj, por që çon në zëvendësimin e aksionit politik si trashëgimi e këtij civilizimi. Do të aksioni politik zhvillohet në mënyrë të drejtpërdrejtë, zhvillohet në mënyrë spontane nga vullnetet që dalin nga angazhimi i drejtpërdrejtë. Ndërkohë tash nëpërmjet inteligjencës artificiale bëhet përpjekje që të zëvendësohet kjo formë e aktivitetit politik nëpërmjet joshjes po e quaj kështu virtuale që e prodhon inteligjenca artificiale. Unë jam kundër këtij modeli, kundër kësaj projekte kundër kësaj fryme të përpjekjeve për të bind njerëzit që të përcaktohen për një projekt politik nëpërmjet ekspozimeve të tilla virtuale e artificiale, sepse është detyra e politikës, do të thotë ne kemi për të mbrojtur nga inteligjenca artificiale, do të janë tri elemente kryesore, ajo që mos e përsëris dimensioni kantian i iluminizmi, tjetra është po ashtu rujtja e potencialeve demokratike të një shoqërie që në masë shumë të madhe, njerëzit të bashk vendosin në nivel horizontal për të ardhmen e tyre dhe jo vetëm struktura dhe pushtetet të caktuara që e kanë privilegjin e vendimarrjes për shkak të një pushteti që ushtrojnë mbi njerëzit e tjerë. Pushteti duhet të dalë nga vullneti i njerëzve e jo ai t'ja kurzoj vullnetin njerëzve, dhe është aktivizmi demokratik i domosdoshëm, do thotë për të ndikuar që të mos shndrohemi ne tashmë në instrumente të një instrumenti të krijuar nga vetë ne. Po, sipas jush sot nuk mund të flasim për një lloj inteligjencë të vërtetë. Qysh me sa e kuptova unë. Po kjo vetëm si një lloj stimulimi. Jo, tash kjo është në kuptimin kjo tash është funksionale, është kjo prodhohet, është unë prapë tham, ka zhvilluar një rivalitet shumë i madh, sot betejë kryesore politike është cili prej shteteve kryesore do të avancoj në drejtim të inteligjencës artificiale. Por ajo që flaset që duhet të jemi të përgatitur ne mbi, sepse unë flas vetëm për dimensionin politik, mbi implikimet politike, mos harro, kjo do të ketë implikime të jashtëzakonshme politike dhe ka filluar të ketë implikimet politike. As suksesi shpeshherë është potencuar, as suksesi i lëvizjeve populiste të tjera nuk mund të paramendohet pa ndikimin e inteligjencës artificiale. Nëse janë bërë studime, për shembull, janë bërë krahasime, njëra prej arsyeve po e zom që ka qenë fitoren e Donald Trumpit, është edhe për shkak të ndikimit që ka pas në jetën reale të njerëzve inteligjenca artificiale. Pse? Ka ndodhur dy elemente kryesore. Zhvillimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë dimension është enorm.
mirë po ai ka prodhu diferenca të mëdha me pjesën tjetër të shoqërisë. Kjo është, tash do thotë, këto qendra të zhvillimit janë koncentruar vetëm në 2-3 zona urbane dhe pjesa tjetër ka mbetur mbrapa. Janë kriju ajo që quhet disruption, domethënë përçarje të mëdha të brendshme sociale, ekonomike ndërmjet një pjese elitare, që është angazhuar dhe involvuar në mirëmbajtjen e këtij segmenti të rëndësishëm teknologjik dhe pjesës tjetër që ka mbetur mbrapa. Dhe tash, si thot edhe një studiues, ne mund përballemi me një situatë kur tashmë nëse në të kaluarën betejat politike që ishin zhvilluar kryesisht e majta është dalluar në këtë drejtim, nëse betejat kryesore që ishin zhvilluar ishin ato sepse njerëzit ishin të shfrytzuar në aspekt ekonomik dhe dimensioni kryesor, përpjekja kryesore për mobilizim politik ishte qenë se si të korrigjohen këto padrejtësi socio-ekonomike, se si të rifitohen të drejtat që ju takojnë atyre shtresave që janë vitale, janë vendimtare në procesin e prodhimit, por janë të privuar sa i përket drejtave sociale. Por me zhvillimin e atashëm të inteligjencës artificiale, ne mund vim në një situatë kur do të kemi më shtresa të shoqërisë, jo pse po i shfrytëzon dikush shumë, por pse nuk ka kush t'i shfrytëzojë, pse janë padobishëm, sepse punën e tyre do ta kryejnë punën e tyre. Dhe tash ne duhet jemi të përgatitur në këtë dimension. Si do të shfrytëzohen politikisht këto shtresa, këto mosa sociale në aspektin politik. Dhe historia ka dëshmu edhe që janë anonime, sepse këto tash po i tjetërsojnë njerëzit. Dhe kushdo që e ka lexuar për shembull librin e Hannah Arendtit, Origjina e totalitarizmit, ajo një vëmendje shumë të madhe, origjinat e totalitarizmit, një vëmendje shumë të madhe i kushton njërës prej arsyeve pse ka ndikuar në suksesin e atij fenomeni të paprecedent politik në historinë e njerëzimit është pikërisht për shkak të krijimit të mosave anonime dhe të vetmuar të njerëzve. Njerëzit, domethënë, janë praktikisht ata janë në lidhje virtuale, mirë po janë të vetmuar në jetën reale. Dhe sa më të vetmuar që janë njerëzit në jetën reale, janë aq më të pafuqishëm. Detyra kryesore do thotë pushteti kufizohet vetëm me pushtet. Pushteti nuk prodhohet nga individ të vetmuar. Pushteti prodhohet nga aksioni i përbashkët politik. Kështu që në këtë drejtim shterën edhe dobësore dhe kapacitetet rezistuese ndaj ndonjë tendence të mundshme politike për ta shpërdoruar pushtetin në vende të ndryshme të botës. Kështu që këto janë disa prej rreziqeve që i kanosen njerëzimit që nëse përshkallëzohet e përkeqësohet gjithnjë më tepër ky fenomen mund t'i prodhojnë këto pasojë të paparashikueshme politike. Ajo që unë nga kënd vështrimi i filozofisë politike tentoj ta argumentoj për ta ripërsëritur, të mos kemi përshtypje para teleshikuesit tonë që tashmë do të bëjnë ndonjë revolucion arkaik të ta shkatrojmë botën teknologjike e tjera, absolutisht jo. Kjo është një fenomen me cilin ne duhet të mësohemi të jetojmë, ne duhet të adaptohemi me zhvillimet në këtë botë, por që të jemi të përgatitur në aspektin sociale, psikologjik në mënyrë që ne të mos zotrohemi prej kësaj bote dhe që të shndrohemi në instrument të saj dhe të jemi caki manipulueshëm i instrumentalizueshëm prej qendrave të pushtetit. Siç na mëson për shembull, sepse këtu e kemi edhe tek metodat këtilla, do të kemi edhe te Michel Foucault, te raporti i disiplinës me pushtetin. Nuk është që s'ka ndodhur këtu, domethënë pushtetet vazhdimisht shpikin disiplina, shpikin teknika të ndryshme në mënyrë që sa më tepër njerëzit ta introjektojnë brenda vetes qëllimin e pushtetit që të kontrollohen e të instrumentalizohen. Po kisha dashur me trajtu me juve edhe një çështje për cilën zakonisht nëse marrim telefonin e shohim që nështëta me quajt shfrytëzimin në farë forme të figurave prej inteligjencës artificiale, domethënë videot të cilat po qarkullojnë në përjetës sociale. Çush e ke pa qët aspekt? Po kjo është kjo është ky rreziku për shembull, sepse çfarë po thamë është zbehja e dallimit ndërmjet realitetit dhe asaj që është artificiale. Sot janë arritë të krijohen mundësi në saj të këtij zhvillimi, janë arritë të krijohen mundësi dikush mundet për shembull mua ose ty me na mbesh fjalë që nuk i kemi thonë, me na atribu sjellje që nuk i kemi bën, me na shfaq ashtu qysh nuk jemi. Ose me ringjall disa figura. Ose me ringjall. Normal tashmë këto bën edhe për efekte politike. Unë e pash për shembull
një vend në lindje I cili është konservator, një kundërshtare politike, siç kanë arritur ta diskreditojnë e ta krijojnë një disponim negativ kundër saj pikërisht duke e shfaqur me veshje plazhi në një vend me tradita të fuqishme fetare. Më harrova cili shtet ke dhe derisa është vërtetuar, derisa është dokumentuar, derisa është ka dalë sipërfaqe vërteta që tëra ka qenë një montim, efektet politike të asaj janë mri, një personalitet është nënshtruar një sulmi, është nënshtruar një kritike të ashpër, e cila I ka thy kodët dhe normat e asaj shoqërie dhe që I ka kushtuar me kosto politike e morale. Kështu që në këtë drejtim këto përdoren vetëm do të vazhdojnë të përdoren me qëllim të efekteve manipulative për të mri efekte të caktuara politike. Edhe te ne jam I bindur do të vazhdojnë të përdoren vende tjera në masë shumë të madhe. Pra po tham, këtu është rreziku për shkak sepse ne mund vim në një realitet ku kryesisht Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë dy vende të cilat do t'i kenë në dorë informatat për gjithë pjesën tjetër të botës. Dhe tash ti kur I ki ato informata, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vend tjetër, kanë tjera tradita politike, demokratike, të cilat mund të ketë mobilizim e investim që të mos shpërdoren për paramendo vende sikur si janë Kina, që mungojnë këto balancat e brendshme të pushtetit, se si mund të shpërdoren e mund të përpunohen për efekte të strategjike, shtetërore, politike, këto informata që I posedon ai shtet të cilat po I akumulojnë po I mbledhin nga pjesa tjetër e botës. Kështu që kjo do të jetë betejë kryesore, nuk do të jetë më betejë kryesore siç ka qenë ajo e luftës ftoft, betejë ideologjike ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, me implikime edhe gjeopolitike, do thotë, por betejë kryesore gjatë viteve të ardhshme, gjatë dekadave që na presin, do të jetë kurzuar nga ky zhvillim I inteligjencës artificiale, secili prej këtyre vendeve do të jetë në gjendje të grumbullojë më tepër të dhëna, ose më tepër dhëna e informata për pjesën tjetër të botës, sepse këto janë minjera, këto janë mineralet në një farë mënyre sociale në bazë të cilën pastaj mund të ushtrohet e të ndikohet pjesa tjetër e njerëzimit. Po, me qenë se ju veç I bët ato paralajmërimet sa I përket të ardhmës inteligjencës artificiale, mu veç s'mbetet kur gjë tjetër veç me të pyet, përveç paralajmërimeve, cila do të ishte ndoshta një shpresë sa I përket të ardhmës? Dëgjoj, edhe në aspektin shëndetësor ka shumë efekte pozitive, do thotë në bazë të asaj që është dhënë njerëzit për shembull nëpërmjet përdorimit të saj mund ato defekte që mund t'i kenë nga natyra në saj të përdorimit të inteligjencës artificiale mund edhe ti plotësojnë, ne kemi parë raste të ndryshme njerëz që kanë humbur për arsye gjenetike, kanë humbur disa prej cilësive natyrore njerëzore në saj të çipave, të mikroçipave që po ju implantohen në organizmin e tyre, po janë në gjendje pak a shumë të rifitojnë aftësitë e humbura. Prandaj në këtë drejtim për efekte pozitive shëndetësore në mas të madhe kjo duhet të inkurajohet të përdoret. Por gjithmonë duke pas parasysh sensin që ne mos ja dorëzojmë mendimin ton as inteligjencës artificiale, vullnetin ton inteligjencës artificiale, ta ruajmë sensin ton kritik në raport me këtë zhvillim dhe po ashtu aftësinë e kapacitetin autonom për veprim të përbashkët politik, sepse këtu është rreziku më I madh, do thotë ajo që e thash. Nëse njëherë kushdosh që po I rikthejnë edhe njëherë tezave të Hannah Arendtit kur thotë kur e ka marrë ajo studimin për totalitarizmin, ai thotë këto e kam ndërmarrë për shkak sepse kjo nuk do thotë nëse një sistem ka lulëzuar njëherë, nuk do të mund të shfaqet në të ardhmen përsëri. Nëse parakushtet të cilat e kanë mundësuar shfaqjen e atij sistemi mund të rikthehen në skenë,
atëherë gjasat janë që përsëri të dalin edhe politikisht krijojnë këto forma ekstreme. E njëra prej parakushteve kryesore është krijimi i masave anonime, individëve të vetmuar dhe krijimi i shtresave gjithnjë më të mëdha, të cilat prapë po tham më dilema kryesore politike, sociale që do të jenë edhe demokratike është krijimi i atyre shtresave për shkak se shumë profesione do të zëvendësohen prej inteligjencës artificiale dhe njerëzit më nuk kanë pse të luftojnë që të rifitojnë të drejtat që u marrin kompanitë ose dikush tjetër, por problemi është që ata tashmë do të jenë të frustruar sepse do të jenë të papërdorshëm në aspektin prodhuese e ekonomik. Dhe krijimi i masave të këtilla, do thotë në nivel global mund të jetë burimin i tërmetit të jashtëzakonshëm politik, kur kombinohet më pastaj edhe me përdorimin e inteligjencës artificiale, e cila mund të ndikojë në vullnetet, në shije dhe në përcaktimet tona jetësore. Po për fond, po du me të pyet kështu si kolegë, nëse ty tu kish dhënë mundësia me ndryshu diçka ose me përmirësu ose çka do përmes inteligjencës artificiale, çka kishe bërë? Ndëgjoj, unë thash, besoj që krejt rrjedha e emisionit e determinon edhe përcakton mos madhe dhe përgjigjen që do ta jap në këtë rast, për shkak sepse unë në mënyrë jo të rastishme ju referova trashëgimisë iluministe të kontit. Ajo që unë do të angazhohesha për aq sa mundem edhe do të luftoja, do ta bëja tashmë mendimin filozofik të kësaj trashëgimie më të domosdoshëm se kur, jo që nëpërmjet inteligjencës artificiale ta ndryshoj veten, por gjithnjë më shumë si ta ndërtoj një raport kritik me këtë zhvillim për të mos e dorëzuar mendimin e autonominë personale ndaj asnjë instancë tjetër për të mbrojtur nga tjetërsimi i mundshëm që mund të krijohet. Kështu që jo për të kriju sens të rezistencës apo diçka tjetër, por thelbi është se si të mbrohemi e të ruajmë atë që jemi vetvetja si trashëgimi, sepse edhe ne sot që jemi, këta që jemi, nuk jemi do thotë tabula rasa, jemi produkti një zhvillimi të historisë njerëzimit dhe si ta ruajmë këtë trashëgimi, këtë mund ta ruajmë do thotë duke ruajtur pikërisht këtë sens të ndërveprimit social. Atëherë, zotri Kasolli, unë po të falenderoj shumë edhe ishte kënaqësi biseda me ty në këto pak minuta. Gjithashtu edhe për mua shpresoj që ti kemi adresuar disa prej temave kryesore, do të thelbi së cilës prapë thamë është që jemi duke u përballë me një zhvillim i cili del jashtë skemave tradicionale të konceptimit e të vlerësimit të teknologjisë. Pra, nëse tradicionalisht ajo që me Heideggerin e me gjithë se tash këtu duhet një emision shumë më i gjatë për me bërë këtë elaborim filozofik, teknologjia është konceptuar si mjet dhe instrument në duart e njerëzit, do të frika ekziston që po krijohet një botë e cila mund njeriu ta shndrojë në instrument të saj e jo siç tradicionalisht ka qenë raporti i njeriu me teknologjinë. Kjo ka ngritur alarmin tek kritikët, tek studiuesit, tek filozofët, tek shumë segmente të ndryshme të shoqërisë që bëjnë përpjekje jo më për ta zhdukur edhe një herë po them, po për ta krijuar një ekuilibër ndërmjet shoqërive njerëzore dhe ndikimit që mund të ketë kjo botë. Po të falenderoj edhe një herë. Ishte kënaqësi për mua. Atëherë shikues dashur, ne këtu po e përmbyllim emisionin për sot edhe po rishihemi herave tjera. Të falenderoj. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.